Kujtojmë do shta vitet e muzikës është bu klishe me të pyet për këtë pjesë, por apo ki komi të qëndru enit pranë, dërsa kur e dim që karriera asaj do shta në kulmen, po e shojmë rrjetet sociale, ndërkohë fëmija. Unë, saj përket interpretimeve i kom ndërprej, do më thënë atë kuptimin që me dalë koncerteve, me bo kongë të reja, edhe pse e kom një mas të madhe të kongë të trashëgume që kënë palu në studio me vitet të anë. Po, ka shumë që kërkojnë, edhe është që njerëz nuk kanë heqë dorë ende, për shembull e shoh në këto platformat sociale si YouTube apo Spotify, që vetëm Spotify mi marr rreth 9 edhe Gens për lëvugë dalin për 120, 30.000, 140.000 njerëz në baza mujore që dëgjojnë këtë kallëzim, që ata s'kanë një dorë për këtë. Por megjithatë gjithçka shkon me moshë, njëri ndron profil, unë jam fokusuar në shkencë, me se kam doktoraturën në Zagreb, pastaj në parti politike ku jam 23 vite antar, tash për shkak që rritet njeriu në moshë, rritet njeriu në kuptimin intelektual, profesional, atëherë edhe detyrat vinë më me peshë. Por në fund ditës mendoj që gjej normalisht, sepse unë thash interpretimin e kom dalë mirë, po punën, studio, kreativitetin, për shkak që ulëm ndonjëherë piano, kapi shkruaj këngë ose diçka, kjo është shpirtërore, që nuk e praktikoj asnjëherë, se është punë që e kom bërë gjithmonë në prapavi. Po në fund ditës e kam për detyrë edhe me i qëndru pranë bashkëpunëtorëve. Unë thash interpretimin e kom ndërprej mirë, po vazhdoj me punë studio, vazhdoj me ullë piano, vazhdoj me kap me shkujt, diçka me incizu. Patjetër, në mbrapa perdeve. Realisht më thonë njerëz pse je dalë për muzikës, unë thonë nuk jem dalë për muzikës, vetëm forma angazhimit ka ndryshu. Përpara më dalë vetë, para mikrofonit, para masës, tash jam të rjek, mas 20 kusur vjetë njeri lodhët, gjithçka shkon edhe me moshën. Por nga ana tjetër, unë nuk e kom praktis muzikën, sepse fund ditës është diçka shpirtërore që kom jetu me të dhe të merr malli, por atë mall tash e manifeston dikun tjetër, manifeston duke prodhu për njerëz tjerë. Edhe në një formë të humorit njerëz më thonë për shembull, po i mungon skenës, tom joj, nuk pi mungoj unë skenës, unë jam në skenë, vetëm tash flas përmes dikujt tjetër. Që i rri, po normalisht është punë e përditshme, i rri me enin, punojmë bashkë, do thënë krijojmë, prodhojmë, jo vetëm me enin, por edhe me Granitin që e keni këtu sonte, Granitin Smalin edhe me shumë Black Fish do të thonë spondalët sot asaj dite në faktë. Kemi pas edhe një mas të madhe të artistëve që e kanë besu punën të na, kështu që vazhdojmë me të njëjtin pozitivitet. Mirë, tash është puna edhe stafit, është rritje njerëzve që punojnë me ty dhe mu ma lehtësojnë punën që do të mos me pas atë nevojën e përditshme edhe në çdo sekondë. Po që duhet besoj pra një agencet për me shku gjëra të barë se njerëzit jo nësume po afikuron. Po jo si përpara, për shembull që u merrja me secilin detaj, tash është një asistent, njerëz që ma letojnë punën. Ne urem për krejt se di që jemi jashtë dhe jetu shku, ke angazhim. Urimi vetëm është që unë e shoh sa ma pak urrejti mes nesh. Bindjet politike du të respektohen secilit, me që se jemi në zhvillim në një fushat politike, po jap mesazh politik në këtë rast. Bindjet politike ndryshojnë. Për shembull, njerëz nuk ka nevojë të fyhen në vetë, nuk ka nevojë ta urrejnë tjetrin shkakujt bindjes apo mendimit tjetër. Në fund ditës secili prej nesh mundet me dash Kosovën, po ndryshe. Do të thonë secili e shef angazhimin e vetë politik në dobi të vendit, pjesa më e madhe nëse, por nuk do të thotë që shojnë një njëjtë rrugë, me të informacion politik dhe kjo duhet kuptohet si vlerë, diversiteti në mendime, jo vetëm politik, po kudo tjetër, është vlera më e madhe e shoqërisë. Sa më shumë e pranojmë mendimin e tjetrit, më të pasur bëhemi, sepse e njohim anën tonë, do të thënë kemi atë idetë tona, por e dim edhe çka mendon një pjesë tjetër, edhe ndonjëherë ato shkëmbejnë, patjetër, është e pasunon shoqërinë tonë. Që sa më pak urrejtje, sa më pak përplasje, se në fund ditës jemi një shoqëri me të njëjtat halle, me të njëjtat interesa. Edhe na si media përballemi me këto gjëra, atë den vajgjua urrejtjes për neve që e transmetojmë atë që realisht po ndodh. Glenci kënaqësi shumë e madhe, më bëu qefi që pas shumë vitesh, unë karrierën e kom nis para 11 vitesh edhe di që intervistat e para e kemi bërë në koncerte me Glencin edhe më bëu qefi që ja akoma e njëjtë. Kënaqësia është e imja me qenë pjesë e emisioneve të tilla, sidomos me dikon që jemi njoftë edhe në fazë të mëhershme. Realisht, unë kom qenë gjithmonë korrekt me mediat, por ka pas raste kur jam të rjek se thosha nuk ka ndonjë zhvillim të ri edhe s'po du me përsërit vetën. Mirë, po tani janë do zhvillime të reja të cilat tjerë del para mediave dhe i shpalos. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju.